Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot do të ndëgjojmë tekstin Mësuesja ime. A jeni gati të ndëgjoni me vëmendje? Mësuesja ime. Mira I tregon gjyshës për mësuesen e saj. Sa e mirë që është mësuesja ime. Sa fort që më do. Ajo më mësoi shkronjat, ajo më mësoi numrat. Kur gishtat e mi nuk mbanin ende pendën mirë. Ajo ulej pranë meje dhe më ndihmonte. Ajo më mëson të jem e rregullt dhe e pastër. Ajo më mëson të jem nxënëse punëtore, të jem e urtë dhe e sjellshme. Kur të bëj ndonjë gabim ose faj, ajo zemërohet dhe më qorton. Mësuesja më mëson të dua shkollën, të dua prindët e shokët. Ajo më mëson të dua vendin tim të bukur, për të cilin dhan jetën mia e mia dëshmorë. Unë e dua shumë mësuesen time. Unë do të punoj gjithnjë ashtu si më mëson ajo. A ju pëlqeu teksti fëmijë? Tash do t'ju bëj pyetje fëmijë. Cilët ishin personazhet kryesor? Personazhet kryesor ishin Mira, Gjyshja, Mësuesja. Për çka bëhet fjalë në këtë tekst? Për drunjët? Fluturën? Jo. Bëhet fjalë për Mirën, e cila I tregonte gjyshes për mësuesen e saj. Sa ajo ja mëson shkronjat, numrat, e mësoj që të jetë e pastër, e sjellshme, të duan prindët, shkollën, mësuesen, shokët dhe shoqet. Po, si duhet të sillemi me të tjerët, shokët, shoqet? Të jemi të pa edukat? Jo. Të jemi të sjellshëm? Po. Dhe në fund, si detyrë shtëpie, tekstin që ndëgjuat duhet t'ua tregoni prindërve. Mirupafshim.